Duat që të tregoj Gretën e vërtet, që pse ka hyrë Greta. Po ti çfarë qëllimi ke me tregu Gretën e vërtet? Ta them unë, Kur qëllimi i vërtet jote është që Greta ti ke në shtëpi vet, sikur të ndrysh gjithë. Po, e di pse? Sepse e para e punës më pengon lojën time. Ja, jote kush është? Që ty te Big Brother. Aha. Si ta pengon? Duke më fut në rrota. Bravo, bukur. E ka vëllai? Patjetër. Më fut shkapa në rrota. Ma hajde, Këtu na leni çik se pasën sa më bëjmë me çfarë, e mbajmë në pulsin. Sa dushme. Da me buk këtu. Bravo, në rrota, të futet Greta në rrota. Po, pastaj. Edhe e dyta. Ty të pengon shumë. Mua? Po ti të din sa mon? Po, patjetër mos e jemi në pikë përbashkët, a thamë. Se pengon mua? Sa më për shembull s'është pengu fare. Ja, them unë se pengon ty. Sepse e para punës ka hyrë me zonë venin e fitores. Ja, vend tu timin nuk kam. Ka thënë ajo, do fitoj. Patjetër pra. Nxira pra. Po s'është vendi jot, as i imi. Është një vend që është për fitu. Është joti. Është vendi joti që ti do të fitosh. Mos bëj për çfarë familje. Një sekond tani. Se kjo që po thotë ti, unë po të shpëtoj në këtë rast, sepse po e keq interpreton. S'ka gjë, le të keq interpretohet. Ti ke një vend për të fituar. Nuk ka si vend e burrë. Tu në shtëpi je banore. Do fitosh çmimin ti. Pra kjo është dia. Po ka hyrë ajo.